Aksident tragjik, automjeti bie nga 120 metra lartësi, humbin jetën 12 persona. Një aksident tragjik është regjistruar në Meksik, ku si pasoj kanë humbur jetën 12 persona dhe janë plagosur 4 të tjerë. Automjeti me 16 pasagjer ka rënë nga një gremin një lartësi prej më shumë se 120 metrash, shkruajnë mediat e huaja. Aksidentet e trafikut janë të shpeshta në Meksik për shkak të gjendjes së keqe të rrjetit rrugor dhe numrit të madh automjeteve si dhe shoferëve që ecin me shpejtësi të lartë.